Shqipëria shënon një hap më pranë BE-s me hapjen të negociatave për grup kapitullin 4, agjenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Konferenca e 6 ndërqeveritare u mbajt në Bruksel dhe u bashkëdrejtua nga kryeministri Edi Rama dhe ministre daneze për çështje evropiane Maria Bjerre. Me këtë konferencë, vendi ynë nisi zyrtarisht negociatat për 4 kapituj: politika e transportit, energjia, rrjetet transevropiane, mjedisi si dhe ndryshimet klimatike. Para takimit, komisionerja e BE-s për zgjerim priti kryeministrin Rama në murin e zgjerimit, në të cilin hoqën shenjën në kuqe nga 4 kapituj, duke i bërë më të verdhë që simbolizonin hapjen e tyre. Marta Kos, komisionere europiane për zgjerimin, vlerësoi si mbreslënës, ndërsa shtoi se dhe BE-ja ka përgjegjësi të mbështesë këtë kandidat kaq të zellshëm siç dhe ju referua vendit tonë. Dhe një grup kapitull, dhe nuk kam as pak dyshim që do ta bëjmë këtë gjë së shpejti. E di që presidenca daneze dhe të gjitha shtetet anëtare janë plotësisht të përkushtuara që të shënojnë progres në momentin që përmbushen të gjitha kriteret. Ja po tregon që ndryshimi pozitiv është i mundur, dhe se BE-ja e shpërblen këtë ndryshim pozitiv. Edhe ministra daneze Maria Bjerre vlerësoi rezultatet e arrita nga Shqipëria. Shqipëria ka treguar qartësisht se sheh të ardhmen e saj në Europë. Ju po jepni rezultate dhe meritoni që këto t'ju njihen. Sigurisht nuk kemi ende në linjën e finishit, ka ende shumë punë që shtrihet përpara nesh, por sot është një gur kilometrik dhe drejtimi është i qartë. Danimarka, duke qenë presidente e radhës, do të bëjë maksimumin për ta çuar më përpara zgjerimin. Mbetet thelbësore që vendet kandidate të vazhdojnë të bëjnë realizime të reformave dhe të përmbushjes së kritereve të Kopenhagës. Shqipëri, ju po bëni pikërisht këta. Vazhdoni edhe më tej me. Shqipëria ka treguar se e njeh të ardhmen e saj në Europë. Ju po jepni rezultatet dhe meritoni që këto t'ju njihen. Ka ende shumë punë, por sot është një gur kilometrik dhe drejtimi është i qartë. Danimarka do të bëjë çmos për të çuar përpara zgjerimin. Mbetet thelbësore që vendet kandidate të bëjnë realizime të reformave dhe të përmbushjes së kritereve të Kopenhagës. Shqipëria vazhdoi më tej me punë të mira, tha Maria Bjerre. Kryeministri Edi Rama tha se kapitujt e agjendës së gjelbër janë sfiduese dhe se në këto 2 vite deri në arritjen e objektivit të vendosur që deri në 2027 të kenë hapur të gjithë grup kapitujt, do të duhet që të rishpikin veten. Sfida jon është të rishpikim veten deri në fund, dhe kjo është arsyeja pse përmenda që tashmë kemi një ministri më vete vetëm për mjedisin, me një ekip që është rritur gjatë detyrës në një ministër të ri, i cili është negociatori nga pala jone tashmë. I duhet edhe të gjejë një negociator që ta shoqërojë. Dhe sigurisht, kjo nuk do të ishte diçka që disa vjet më parë do ta kisha marrë në konsiderat, por sot është shumë e qartë. Është një proces të mësuarit për të gjithë ne, dhe duhet jemi të përulur, të përkushtuar ndaj punës, dhe duhet ta duam Europën me gjithë pasionin tonë. Sfida jonë është të rishpikim veten deri në fund dhe kjo është arsyeja pse përmenda se tani kemi ministri me vete vetëm për mjedisin, me një ekip që është rritur gjatë detyrës, me ministër të ri që është negociatori nga pala jonë dhe tashmë duhet të gjejë negociator që ta shoqërojë, dhe sigurisht kjo nuk do të ishte diçka që disa vjet më parë do ta kishte marrë në konsiderat. Por sot është e qartë, është proces për të mësuar për të gjithë dhe ne do të jemi të përulur, të përkushtuar ndaj punës dhe të duam Evropën me gjithë pasionin tonë, tha Rama. Deri tani, Shqipëria ka çelur pjesë nga 6 grup kapitujt kryesor: themelorët, marrëdhëniet me jashtë, tregun e brendshëm dhe konkurrueshmërinë me rritjen gjithëpërfshirëse, agjenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Konferenca e ardhshme ndërqeveritare e planifikuar me 2 tetor do të përqendrohet te grup kapitulli i fundit, bujqësia dhe kohezioni.